Sëmundjet kronike po shënojnë rritje të vazhdueshme, ndërsa kultura e kontrollit të rregullt mbetet një ndër shtyllat kryesore të ruajtjes së shëndetit. Megjithatë, mjekët thonë se shumica e pacientëve paraqiten vetëm atëherë kur simptomat janë të dukshme dhe nuk mund të evitohen. Mjeku familjar Benjamin Kamberi thotë se mungesa e shprehjes për kontrolle preventive ndikon që shumë sëmundje të zbulohen në faza më të avancuara, kur trajnimi është më i vështirë dhe më i kushtueshëm. Roli i mjekut familjar është kyç në parandalimin e sëmundjeve kronike, pasi është pika e parë e kontaktit të pacientit me mjekun, thot Kamberi. Kultura e kontrollit periodik paraqet një rëndësi të veçantë në mirëmbajtjen e shëndetit të përgjithshëm të popullatës, gjë e cila kohës fundit ka filluar edhe në vendin tonë të ngrihet në nivon e vetëdijësimit të pacientët, për arsye se për neve si mjek është një pjesë e rëndësishme në aspektin se shumë më shpejt neve arrim për të bërë ndonjë diagnostifikim të saktë, pa pas ndonjë pasojë shumë më të madhe te pacienti. Gjithsesi, kur kemi kulturë të denjë në prevenimin e sëmundjeve të ndryshme, në atë rast neve mundohemi që ta sigurojmë një kualitet më të mirë të pacientit, pa ardhur i njëjti në ndonjë stad më terminal i cili ndoshta do të kishte qenë shumë më i rëndë për tu menaxhuar. Po, a paraqiten qytetarët zakonisht për kontrolle parandaluese apo vetëm kur kanë shqetësime, siç ndodh zakonisht tek ne? Për hir të vërtetës, ende dominon ai fenomeni ku neve paraqitemi ke mjeku në momentet kur sëmundja ndoshta ka marrë një hof pak më të madh. Është e rëndë për neve nga që vim në një situatë ku menaxhmenti i tretmanit dhe i mirëmbajtjes së gjendjes së përgjithshme të pacientit paraqet një seriozitet më të madh si shëndetësor, si ekonomik për familjen, si ekonomik për shtetin, nga që harxhueshmëria është shumë më e madhe për ta menaxhuar një pacient të tillë dhe fatkeqësisht ende te neve dominon ai fenomeni i paraqitjes të mjekut mbas një lëngimi, në një stad shumë më të thellë të ndonjë sëmundjeje. Ndoshta nga tabut e ndryshme, të cilat kanë ekzistuar ndoshta në të kaluarën, po ekzistojnë edhe sot në shoqërinë tonë, ku pacientët në një farë mënyre kanë turp të paraqesin problematikat e tyre të cilat ju lajmërohen, qofshin ato të sistemit digestiv, ku për arsye të ndonjë karcinomi të ndryshëm kolorektal, ata dinë të kenë edhe gjakosje gjatë defekimit, ose ndoshta të kenë gjakosje gjatë urinimit, dhe nga vetë turpi ndoshta për ta shprehur atë si problematik, pacientët vinë në ndonjë stad shumë më të avancuar, e cila pastaj kërkon një tretman shumë më serioz dhe ndoshta edhe jo shumë shpresdhënës për rastin në fjalë. Po cilat mendoni se janë pasojat e neglizhimit rutinë? Pasojat realisht janë të lloj-llojshme, duke mos janë anashkaluar as pak ato pasojat fatale. Tash kur flasim për kontrolle rutine, këtu do t'i kapim të gjitha sistemet, qofshin ato të sistemit kardiovaskular, qoftë ato të sistemit pulmonal, gastrointestinal, traktit urogenital, aspektit ginekologjik mbase te zonjat aspektit mental. Gjithë këta si rezultat i neglizhimit të simptomeve të cilat lajmërohen, dinë të mbarojnë ndonjëherë edhe me fatalitet. Raste psikiatrike, për shembull, ndoshta mbas një neglizhimi shumë të egzageruar, ato dinë bëjnë edhe tentativa suicidale. Rastet kardiovaskulare, ndoshta për shkak të neglizhimit të sëmundjeve të simptomeve të ndryshme të cilat janë paraqitur, ndoshta një periudhë jo edhe shumë të gjatë, simptomatologi serioze, ata dinë të na përfundojnë me infarkte të rënda të miokardit ose me ndonjë kardiak arrest, gjë e cila mund të rezulton me fatalitet, gjithsesi me vdekshmëri më të lartë të pacientit. Po ashtu edhe ndoshta një kollitje e cila zgjat shumë më gjatë se sa 3 muaj te pacientët, posaçërisht ato që janë duhanpirës, te pacientët të cilat janë ndoshta të nështruar ndaj pluhrave të ndryshme, si rezultati ndoshta vendit të punës ku ato punojnë ose si rezultati ndotjes së ajrit, shpesh dinë të na rezultojnë me karcinome, të cilat neve i detektojmë në stade pak më të thella dhe normal
prognoza për pacientët e tillë çdo herë është më e rëndë. Po cilat janë kontrollet bazë që ndoshta çdo person duhet t'i bëjë të paktën një herë në vit? Po, e vërtetë se rekomandohet posaçërisht personat të cilët janë në moshën mbi 40 vjeçare, me që të fillojnë të bëjnë kontrole pak më të rregullta vjetore për arsye të prevenimit të sëmundjeve të cilat ndoshta do të kishin mund të shkaktojnë fatalitet. Cilat janë ato kontrollet, ashtu do të mbaremi më së pari prej natyrës së pacientit, gjithsesi prej stilit të jetës së pacientit. Nëse një pacient është duhanpirës dhe ose punon është i ekspozuar në pluhurat të ndryshëm, në materie të ndryshme, në vendet e punës ku ata kryen ose qëndrojnë gjatë një dite, nëse lajmërojnë simptomatologjit llojit të kollitjes, ndoshta e cila zgjat 3 muaj, ata duhet patjetër të nënshtrohen kontrolleve rutinore të traktit respirator. Pacientët të cilët kanë ndoshta problematika të traktit digestiv, qofshin ato të vjellura të shpeshta, diare të shpeshta, obstipacione të shpeshta, ato duhet patjetër të nënshtrohen kontrolleve gastrointestinale. Pastaj këtu janë edhe grup mosha ndoshta e re, e cila pavarësisht ndoshta se nuk është duhanpirës, flas për fëmijët në rast, edhe këte ato duhet të kemi kontrollet rutinore, të ndiqet një fëmijë se si zhvillohet, të shohim boshti kurrizor do të zhvillohet drejt, të shohim se si ai ushqyhet dhe a ka një rritje të denjë. Pastaj kemi edhe traktin gjenital të meshkujt, ku neve shohim se ndoshta pacienti në moshën fëmijërore ka ndonjë defekt. Aty edhe periudhën të cilën mundemi shumë herët ta sanojmë dhe t'i sigurojmë ndoshta një jetë shumë më normale. Kështu që prevencioni i kap të gjitha grup moshat, por me target të ato moshat e rrezikuara ose të ato personat e rrezikuar, të cilët ndoshta në gjenezën e tyre mund të mbartin sëmundje të ndryshme prej paraardhësve të tyre, kush janë ato janë pacientët të cilët në rrethin e afërt familjar, nëse prindërit, gjyshërit ose motrat, vëllezërit lëngojnë nga ndonjë sëmundje kronike në këtë rast ose kanceromatoze, ato rekomandohen që të bëjnë kontrolle një vjetore, vetëm për të arritur të vijnë ndoshta në diagnozë në ndonjë stadium më të hershëm nëse njëjtë lajmërohet. Por nuk duhet të flasim vetëm për ndoshta problematikat kanceromatoze në këtë rast. Mund të flasim edhe për hipertensionin, për diabetin ose për sëmundje të ndryshme, të cilat ndoshta në mënyrën gjenetike mund të përcillen te pacienti në fjalë. Andaj rekomandohen që një herë në vit pacientët të cilët dinë që rrethi i tyre i afërt lëngon nga ndonjë sëmundje kronike, një herë në vit të nënshtrohen në kontrolla rutinore e mjekët e tyre. Do të thënë kjo vlen për të gjitha moshat, nuk ka të caktuar cila moshë duhet të bëj kontrolle një vit. Absolutisht, posaçërisht grup mosha mbi 40 vjet rekomandohet që të jetë pak më e rregullt në kontrollet rutinore. Qofshin ato me një laboratori rutine, ndonjë kontroll rutinor nga mjeku, ndonjë EKG, në të cilën do të mundohemi të sigurohemi se pacienti në fjalë në periudhën të cilën gjendemi gëzon një shëndet të mirëfillt. Sa u përket grave, mjeku Kamberi nënvizon rëndësinë e kontrollit ginekologjik të rregullt, kontrollin e traktit digestiv, pap testi dhe mamografia. Pap testi dhe mamografia janë jetike për zbulimin e hershëm të kancerit të qafës së mitrës dhe kancerit të gjirit. Kur zbulohen në faza të hershme, shanset për shërim janë shumë të larta, thekson Kamberi. Do t'i kisha veçuar ndoshta kontrollin ginekologjik, kontrollin e gjinëve dhe kontrollin e gjinëve, po pse jo edhe kontrollin e traktit digestiv, gjithsesi të zorës së trash, për arsye se janë mbase 3 sistemet nga e cila më së shumti lëngojnë gratë në vendin tonë. Aty janë karcinomet e ndryshme të gjinëve, karcinomet e mitrës, dhe të traktit ginekologjik dhe karcinomi i zorës së trash. Andaj rekomandohet që çdo grua mbi moshën posaçërisht 40 vjeçare të kryjnë pap testet, të kryjnë screening mamografi,
t'i kryjnë kontrollat rutinore për të mundësuar ndoshta parandalimin ose diagnostifikimin shumë më të hershëm në ndonjë stad fillestar, e cila sigurisht që do t'i mundëson një jetë të denjë dhe një sukses shumë më të madh në tretmanin e problematikës e cila do të ishte lajmëruar. Duhet tekstuar se në shtetin tonë Ministria e Shëndetësisë ka krijuar një protokoll për parandalimin e disa sëmundjeve, njësisht për prevenimin e disa sëmundjeve, ndër të cilat është edhe mamografia, e cila sot bëhet për një grup moshë të caktuar, pa të holla është screening i cili nuk do të kishte kushtuar asnjë harxhueshmëri grave në fjalë, andaj do të kisha bërë apel, rekomandim që të njëjtat të nënshtrohen asaj procedure për të vetmën arsye që të prevenohen ose të diagnostifikohen ndoshta në stadiume shumë më të hershme ku besoni se prognoza është shumë e mirë, ku lirisht mund të them se ndoshta edhe 100% e shërueshme nëse kapet në stadet e hershme. Po në fakt, gratë tek ne ndoshta shkojnë me vonesë tek mjeku për këto që i cekët jo. A mendon që nëse shkojnë me vonesë do ketë përmirësim? Nëse paraqitemi të mjeku me një vonesë të shtyrë, nuk do ketë ndonjë përmirësim të gjendjes në mënyrë spontane. Do të problematikat e tilla kërkojnë ndërhyrje në serioze mjekësore, ndoshta të tretmane pak më serioze, për të arritur një shërim të gjendjes të cilën e ka. Andaj nuk rekomandohen zonja të cilat ndoshta pas menopauze paraqiten përsëri gjakosjet gjenitale. Nuk rekomandohen që ato të neglizhojnë këta simptome. Ato duhet në mënyrë shumë më të shkurtë të paraqiten ke mjeku ginekolog për të bërë kontrolle të ndryshme. Ose zonjat të cilat ndoshta në gjitën e tyre, në lëkurën e tyre, shohin, detektojnë ndonjë ndryshim i cili ka qenë ndoshta më herët, nuk kanë pas më herët ndonjë masë, nëse palpojnë ndonjë masë të fortë, ndonjë ndryshim të ngjyrës së lëkurës, ose nëse kemi ndonjë sekrecion nga gjinjë, ato duhet në mënyrë sa më të shpejtë, në kohë sa më të shkurtër të drejtohen ke mjek të kompetent për të bërë analizat e denja dhe për të munduar që të vijmë deri në diagnozën e saktë në kohë sa më të shkurtër, gjë e cila do të rezulton me tretman më të shpejtë dhe me shumë gjasa shumë më të suksesshëm. Pra këto janë shenjat e para që duhet të kenë parasysh. Definitivisht, këta janë shenjat e para, të cilat posaçërisht gratë, nënat e tona, ndoshta gjyshet e tona, duhet t'i kenë parasysh dhe nëse diçka prej këtyre të cilat i përmenda i vërejnë në përditshmërinë e tyre, rekomandohet që patjetër të konsultohen me mjek për të bërë evaluimin e të njëjtave. Sipas Kamberit, te gjinia mashkullore kontrolli i prostatës nuk duhen neglizhuar, sidomos pas moshës 40 vjeçare. Po, patjetër nuk do t'i kishim përjashtuar ndoshta nga nevoja për të kontrolluar edhe meshkujt edhe burrat ku zakonisht tek ta paraqiten problematikat e traktit urogenital, gjithsesi problematikat e prostatës, ku pothuajse çdo mashkull mbas moshës 40 vjeçare vetë se do të përjeton ndryshime të prostatës, gjë e cila varet nga shumë faktorë, se nëse ajo do të malignizon, gjithsesi nëse do të kalon në karcinom, nëse jo. Megjithatë, simptomatologjitë e tipit të nevojës për të urinuar gjatë natës, pamundësisë për të mbajtur më gjatë urinën ose humbja e forcës për të urinuar, paraqesin simptome shumë serioze, të cilat pacienti nuk duhet t'i neglizhon, por duhet paraqitet në mjek për të bërë kontrolle përkatëse. Duhet vetëm ta potencoj se asnjë nga këta kontrollat të cilat neve i bëjmë nuk janë të rrezikshme, nuk janë të dhimbshme, pothuajse të gjitha metodat diagnostikuese sot janë jo invazive, do thotë nuk janë as pak të dhimbshme për pacientët. Ato në vete nënkuptojnë analiza laboratorike dhe në përgjithësi ultrasonografi ose kompjuter, tash varet se çka do të bëjmë, gjithsesi mamografi, e kështu me radhë, gjëra të cilat nuk paraqesin asnjë seriozitet në aspektin e dhimbshmërisë
të cilin apo më së pari pacientët e frigohen se mos ndoshta do të jetë procedurë e dhimbshme ose se si do të kalon. Këta janë shumë procedura jo invazive, janë shumë të lehta për të bërë dhe i kishim rekomanduar të gjithë pacientët, posaçërisht në këtë rast të burrat, të cilat vërejnë se kanë probleme, se gjithsesi urinojnë gjatë natës 2 ose më shumë herë, ndoshta në urinën e tyre vërejnë edhe të kenë gjakosje ose nuk mund të kontrollohet mirë urinimi, të nënshtrohen kontrollave rutinore, laboratorike dhe ultrasonografike, gjithsesi ehot e natyrisht e njohur, për të bërë ndoshta një screening të traktit të tyre urologjik. Në anën tjetër e kemi edhe karcinomen e zorrës së trashë dhe karcinomen e mushkërisë, të cilat më shpesh paraqitet ke grup mosha, ke popullata mashkullore, andaj nuk duhet më të jetë tabu obstipacionet, pamundësia për të defekuar me rregull, ose prezenca e ndonjë gjakosjeje në nevojën e madhe. Ato duhet pacienti t'i merr me seriozitet dhe të njofton mjekun kompetent për të bërë kontrolle përsëri rutinore, për të parë mos ndoshta kemi ndonjë proces i cili do të na kërkon një intervenim më të shpejt për të siguruar. Nuk duhet anashkaluar edhe pavarësisht gjinisë popullata e cila është konzumues i duhanit. Te këta pacient rritet në të gjitha sferat mundësia për të paraqitur ndonjë sëmundje më serioze, gjithsesi personat të cilët gjatë ditës konzumojnë mbi 10 cigare në ditë, jo 10 paku, 10 cigare në ditë, ajo është edhe gjysmë paku, kanë rrezikshmëri më të madhe për të lënguar nga karcinome të ndryshme, jo vetëm ato të traktit respirator, po këtu i kemi edhe të traktive tjera të organizmit, andaj ato të cilat janë konzumues të duhanit, kanë ndonjë ndryshim nga këto ndoshta të cilat deri tani i përmenda, duhet të jenë sy hapur dhe të bëjnë kontrolle preventive për të vetmën arsye që të parandalojnë ndoshta ndonjë gjendje shumë më serioze. Po cili është roli i mjekut familjar në parandalimin e sëmundjeve kronike? Mjeku familjar ka një rol shumë të rëndësishëm në parandalimin e gjithë këtyre sëmundjeve. Jo rastësisht quhet mjek familjar për arsye se në një farë mënyre i njëjti ka njohuri më të detajuara ndoshta për familjen e një personi në fjalë, për rrethin, din gjenezën, ka informata për paraardhësit e tij, gjithsesi për familjarët, prindërit e tij, dhe në një farë mënyre ai mund ta bën më lehtë menaxhimin se cili person mund të ketë ndonjë sëmundje trashëguese. Qofshin ato për sëmundjet e diabetit, sëmundjet kardiovaskulare, respiratore ose sëmundjet maligne të cilat mund të lajmërohen. E parë, pastaj e dyta, mjeku familjar është ndoshta shumë më i kapshëm për pacientët në këtë rast. Dhe çdo herë dera e parë ku pacienti troket është zyra, është ordinanca e mjekut familjar. Andaj mjeku familjar merr një pozicion shumë të rëndësishëm në gjithë këtë proces dhe normal se i njëjti nëse mbas një anamneze të marrë të saktë, të denjë, do të bën rekomandimin të pacienti për të bërë analizat e më të utjeshme për të ardhur ndoshta deri në arsyeën e problemit sepse pacienti ka ardhur në ordinancë. Normalisht mbas diagnostifikimit, mbas gjetjes së shkaktarit, pastaj i njëjti prej anës së mjekut familjar do të udhëzohet në institucionet përkatëse për të bërë ndoshta diagnostifikime më të thellë ose tretmane të natyrave të ndryshme, varësisht nga ajo se çka do të diagnostikohet te pacienti. Po, a janë qytetarët të informuar mjaftueshëm për rëndësinë e kontrollit parandalues? Mendoj se nuk është në nivon më të dëshiruar informimi i qytetarëve në vendin tonë, edhe pse realisht kemi tentativa, bëhen propaganda pozitive, kur flasim për propaganda të mira, kampanja të ndryshme për të rritur vetëdijsimin e pacientëve për sëmundje të ndryshme. Shpesh kemi hasur nëpër televizione
kampanjat për screening të gjinjve, kemi hasur tashti kampanjat për parandalimin e pirjes së duhanit. Të gjitha ata janë kampanjat të cilat bëhen në interes të qytetarëve. Të gjitha ata janë kampanjat të cilat mundohen të ngrisin vetëdijsimin e qytetarëve ndaj sëmundjeve të ndryshme. Por duhet ta kemi parasysh edhe qytetarët duhet t'i marrin më me seriozitet këta rekomandime, për arsye se nuk besoni ose jo, ka shumë dallim se në cilin stadium neve do ta diagnostifikojmë sëmundjet. Nëse mirëmbahemi në kampanjat, nëse me kohë paraqitemi ke mjekët, nëse me kohë fillohet tretmani dhe vim në diagnozë dhe fillohet tretmani, do të neve shumë më të mëdha i kemi gjasat për të siguruar një jetë shumë më kualitative të pacientit në fjalë, në krahasim me rastet ku pacienti na viziton ndoshta në një stad, mos ta quaj terminal, por ndër ato stadet më të vonshme, ku kualiteti i jetës së përditshme të pacientit është dukshëm i zvogëluar me mundësia për të përmirësuar, gjithsesi për të ndihmuar në këtë rast, është shumë më e vogël. Në një realitet ku sëmundjet kronike po prekin gjithnjë më shumë grup mosha të ndryshme, kontrollet e rregullta tek mjeku am janë mundësia më e mirë e qytetarëve për ruajtjen e shëndetit.